që fëmijë ndihesha ndryshe, por kur nuk e kuptoja pse. Kishte net kur, pas një arsye, zgjohesha me një ndjenjë të fortë se dikush po e thërishte emrin tim. Nuk ishte zë i zakonshëm. Vinte si një jehon e qetë, e mbushur me autoritet dhe paqe njëkohësisht. Rritja ime kaloi mes dyshimeve, ndërsa gjithçka brenda meje më shtynte të kërkuja diçka më të madhe se vetja. Dhe një natë, kur qielli ishte errët dhe ajri dukej sikur mbante frymën, ndodhi diçka që e ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e jetës sime. Ndërsa ecja pranë një fushe të heshtur, drita e bardhë shpërtheu papritur para meje. Jo një dritë toksore, ishte e gjallë, duke marrë formë, sikur po lëvizte me vetdije. Ndjeva gjunjët të më dridheshin, por nuk pata frikë. Përkundrazi, një paqe e thellë më pushtoi, si të më prekte një dorë e padukshme. Pastaj e dëgjova përsëri: "Mos u tremb, ti je i zgjedhuri im." Fjala i zgjedhuri më tronditi, sikur më çante zemrën më dysh. Unë, një njeri i zakonshëm, i thirrur nga Zoti, nuk dija çfarë të mendoja, por brenda shpirtit tim u ndez një zjarr që nuk ishte ndezur kurrë më parë. E kuptova se rruga ime sapo fillonte. Pas asaj nate jeta ime nuk ishte më e njëjtë. Zëri që më thirri nuk u zhduk. Përkundrazi, filloi të përsëritej në momente të papritura. Kur ecja vetëm, ndihesha sikur hapat e mia shoqëroheshin nga një prani e padukshme. Kur lutesha, zemra më rrithe me një ritëm të çuditshëm, sikur dikush tjetër po frymonte brenda meje. Çdo ditë bëhej më e qartë. Ai që më kishte thirrur kishte një qëllim për mua, dhe ky qëllim po afrohej shpejt. Një mëngjes, ndërsa dielli po linte, zëri u rikthyre, më i qetë, por më autoritar se kurrë. "Ngrihu," tha. "Rruga që ke përpara nuk është e lehtë, por unë jam me ty." E ndjeva trupin të më dridhej. Nuk isha profet, nuk isha njeri i ditur. Përse pikërisht unë? Por nuk kisha më dyshim. Zoti nuk më kishte zgjedhur për shkak të aftësive të mia. Ai më kishte zgjedhur për shkak të zemrës sime. Gjatë gjithë ditës, shenja të çuditshme më shoqëruan. Era ndryshonte drejtim sa herë që ndalesha. Zogjt heshtnin sikur po më linin hapësirë të dëgjoja. Dhe thellë brenda vetes, fillova të kuptoja, thirrja ime nuk ishte vetëm një bekim. Ishte një barë, një detyrë që do të më kërkonte gjithçka. Ditët që pasuan ishin të mbushura me shenja që vetëm unë duket se i shihja. Në rrugë, njerëzit ecnin pa u shqetësuar, ndërsa unë shikoja hije që lëviznin kundër dritës. Kur ngrija syt nga toka, shihja re që formonin simbole të çuditshme, sikur dikush po shkruante mesazhe në qiell. Në fillim, mendova se ishin iluzione, por shpejt e kuptova se këto shenja ishin përgjigje, udhërrëfyes të padukshëm të një rruge që po hapej vetëm për mua. Një natë, ndërsa rria i ulur pranë dritares, pash një yll që shkëlqente më shumë se të tjerët. Nuk lëvizte, nuk pulsonte. Qëndroi aty, i qëndrueshëm, sikur po më vështronte. Në atë moment, zëri përsëri e theu heshtjen. "Shiko dhe dëgjo. Unë po të mësoj të njohësh shenjat e mia." Më pushtoi një drithërim që nuk ishte frikë, por nderim. Fillova të kuptoj një të vërtet të thellë. Kur Zoti zgjedh dikë, ai nuk flet vetëm me fjalë. Ai flet me dritë, me erë, me heshtje, me yje. Por këto shenja nuk janë për të gjithë. Janë për ata që mban në dorën e tij. Dhe në heshtjen e natës e ndjeva qartë. Unë po bëhesha pjesë e një plani hyjnor, më të madh se çdo gjë që kisha imagjinuar. Një natë, kur gjithçka dukej e qetë dhe vetëm cicërimat e largët atë natës mbushnin ajrin, ndodhi diçka që e tejkaloi çdo shenjë të mëparshmen. Ndërsa ecja drejt vendit ku shpesh lutesha, ajri u bë i rënd, sikur po më shtypte me një prani të padukshme. Era u ndal papritur dhe një heshtje e frikshme e rambi çdo gjë. Pastaj, para meje, një dritë e butë nisi të marrë formë. Nuk ishte si drita që pash herën e parë. Kjo ishte më e qetë, më e pastër, sikur rrithte nga vetë qielli. Drita u zgjat, u rrotullua lehtë dhe brenda saj u shfaq një figurë me krah të mëdhenj, të bardhë si bora. Ëngjëlli zbriti në tokë me një qetësi të përsosur, duke mos bërë asnjë zhurmë,
sikur pesha e tij nuk u takonte kësaj bote. Ai nuk foli me njëherë, vetëm më vështroi me sy që dukeshin se shikonin përmes shpirtit tim. Pastaj, zëri i tij, i butë dhe njëkohësisht i fuqishëm, thirri: "Mos u trem biri tokës, unë jam i dërguari që të udhëheq." Unë ndjeva si fëmijë përpara një pranie të përjetshme. Gjunjët më u drodhën, por nuk u rrëzova. Isha i mbuluar nga një paqe që vetëm kush prek qiellin mund ta kuptoj. Atë natë e kuptova se thirrja ime nuk ishte më vetëm zë, ishte udhëzim. Ishte fillimi i misionit tim. Angjëlli qëndroi para meje pa lëvizur, ndërsa drita rreth tij pulsonte lehtë, sikur merrte frymë. Zemra më rrifte aq fort sa mendoja se do të më dilte nga kraharori, por një forcë e brendshme më mbante të qëndrueshëm. Ai ngriti dorën e djathtë dhe në atë çast ajri përreth nesh u mbush me një aromë të ëmbël, që nuk i ngjante asnjë gjëje toksore. Ishte aroma e paqes, aroma e qiellit. "Dëgjo me kujdes," tha ai, "sepse ajo që do të thuhet sot nuk është për veshët e botës, por për shpirtin tënd." Fjalët e tij hynin në mua si val drite, duke më çliruar nga frika dhe dyshimet. Ai vazhdoi: "Ti je zgjedhur jo sepse je i fortë, por sepse zemra jote është e pastër. Do të ecësh në vende ku drita mungon dhe do të flasësh në emrin e atij që të thirrri." Unë ndjeva i vogël para madhështisë së këtij misioni, por një ndjenjë nderimi më përfshiu. Unë nuk jam i denj, pëshpërita. Angjëlli u afrua një hap dhe flatrat e tij shkëlqyen. "Nuk ka të denj," tha ai, "ka vetëm të thirrur." Në atë moment, një zjarr hyjnor u ndez në gjoksin tim. E kuptova se udhëtimi im sapo kishte filluar vërtet. Pasi angjëlli shqiptoi fjalët e tij, një nxehtësi e papritur shpërtheu brenda gjoksit tim, sikur një zjarr i padukshëm ishte ndezur në shpirtin tim. Nuk ishte dhimbje. Ishte një forcë e pastër, e lehtë dhe e fuqishme, që rrithte nëpër damaret e mi si dritë e gjallë. U mbështeta në gjunjë, jo nga dobësia, por nga pesha e saj që po ndofte. E dija se Zoti po më prekte përmes këtij dërguari. Ndërsa zjarri shpirtëror rritej brenda meje, angjëlli zgjati dorën mbi kokën time. Drita që vinte prej tij u bë aq e fortë sa toka poshtë nesh filloi të ndriçohej si në mëngjes. "Ky është vulosja," tha ai me një ton të thellë. "Nga ky çast ti nuk je më vetëm. Shpirti i Ati do të udhëheq çdo hap tëndin." Syt mu mbushen me lot. Nuk ishin lot frike, por lot të një kuptimi që më kapërceu. Zëri im u drodh kur thash: "Çfarë duhet të bëj?" Angjëlli uli krahët e tij të mëdhenj dhe më vështroi me një butësi që nuk e kisha parë kurrë te ndonjë qenie toksore. "Përgatitu," tha, "sepse përpara teje qëndron një rrugë që vetëm të zgjedhurit mund ta mbajnë." Dhe ashtu si erdhi, filloi të zhdukej ngadalë, duke më lënë me zjarrin hyjnor që tani jetonte brenda meje. Pasi angjëlli u zhduk, mbeta vetëm në mes të asaj fushe, por nuk isha më njeriu që isha para disa çastesh. Zjarri hyjnor që digjej brenda meje më mbante zgjuar, i fokusuar, i vetëdijshëm për gjithçka rreth meje. Ndihesha sikur po shihja botën për herë të parë, me syt hapur nga drita, por pikërisht atëherë, në kulmin e paqes, filloi prova e parë. Era u ngrit papritur, duke u rrotulluar në formë vorbulle para meje. Qielli u errësua dhe një hije e madhe u krijua në horizont. Nuk ishte angjëll dhe nuk ishte as qenie e kësaj bote. Ishte një natyrë që mbante brenda saj errësirën e lashtë, një forcë që dukej sikur më njihte, sikur priste këtë moment prej kohësh. Zëri i saj nuk ishte i dëgjueshëm me vesh, por hyri në mendjen time si një helm i heshtur. "Ti nuk je gati, ti nuk je i zgjedhur." Gjunjët mu drodhen për një moment, por zjarri i brendshëm u ngrit si një mur kundër asaj errësire, duke më mbrojtur. E kuptova se kjo nuk ishte një makth,
Ishte testi I parë. Zoti nuk zgjedh dikë pa e vënë përballë sfidave që do ta forcojnë. Dhe unë, për herë të parë, nuk u trëmba. Hija e errët u afrua drejt meje, duke lëvizur si tymi gjallë, duke ndryshuar formë për çdo sekond. Nuk kishte sy, por e ndjeja se po më vështronte thellë, deri në brendësi të shpirtit. Dorzohu, përshpëriti një zë I ftohtë brenda mendjes time. Ti nuk mund të mbash atë që të është dhënë. Fjalet e saj më rrethuan si akull, por zjarri hyjnor brenda meje nisi të pulsonte, të zgjohej, të kundërshtonte. E ngrita dorën pa e ditur pse, dhe një rrezë drite shpërtheu prej pëllëmbës sime. Nuk kisha mësuar ta bëja, kurrë nuk e kisha provuar, thjesht ndodhi. Drita goditi hijen, e cila u tërhoq me një klithëm që nuk I ngjante asnjë zëri njerëzor. Toka poshtë nesh u drodh, sikur dy forca të padukshme po përplaseshin për kontrollin e së njëjtës hapësire. Ti je I vulosur, dëgjova zërin e engjullit në kujtesën time, dhe errësira nuk duron vulën e dritës. Hija u ngrit edhe një herë, duke u bërë më e madhe, më kërcënuese, por këtë herë unë nuk u tërhoqa. Zjarri brenda meje mori formë, u ngrit në kraharorin tim si një rrezë e ndezur. Drita ime dhe errësira e saj u ndeshën në një shpërthim të fuqishëm që ndriçoi të gjithë fushën. Isha në luftë, por nuk isha vetëm. Përplasja mes dritës sime dhe errësirës së hijes zgjati vetëm disa çaste, por për mua u duk si një betejë e tëra. Era lëvizte me forcë rreth nesh, gjethet fluturonin sikur një stuhi e padukshme po shpërthente në zemër të natës. Hija u tkurr, u hollua, u përpoq të fshihej pas errësirës së qiellit, por drita që buronte nga unë nuk e la të ikte, e përndiqte, e priste, e dobësonte. Dhe atëherë ndodhi diçka që nuk e prisja. Nga sipër, nga thellësia e qiellit, një dritë tjetër zbriti dhe mbushi gjithë hapësirën me një shkëlqim që më detyroi të mbyllja syt për një çast. Brenda asaj drite, dëgjova një zë të njohur, jo I engjëllit, jo I hijes, por një zë që më thërriste me autoritet dhe dashuri të pafundme. Bir, qëndro. Zëri shqiptoi emrin tim me një forcë që më ndali frymën. Zemra mu mbush me një qetësi të thellë. Hija u shua krejt, duke u shpërndar si tymi holl në ajër. Nuk pati britma, nuk pati fund dramatik. Thjesht u zhduk kur zëri I qiellit foli. E kuptova atëherë se nuk ishte drita ime ajo që e mposhti errësirën, ishte pranimi e atij që më kishte zgjedhur, dhe për herë të parë, unë u ndjeva plotësisht I mbrojtur. Pas zhdukjes së hijes, nata mori një qetësi të re, jo qetësinë e mëparshme të zakonshme, por një qetësi që dukej se vinte nga vetë qielli. Zëri që thirrri emrin tim u fashit, por jehona e tij mbeti brenda meje si një pulsim I butë. Ndihesha I mbushur me një dritë që nuk më përkiste vetëm mua. Ishte një premtim, një besim që më shtynte të ecja përpara. Kur u ngrita nga toka, pash se drita që zbriste nga qielli kishte lënë pas shenja të vogla, si gjurmë drite mbi bar. Ato lëviznin lehtë, sikur më thërrisnin të ndiqja drejtimin e tyre. Nuk isha asnjë udhërrëfyes toksor, por e dija se duhej të ecja aty ku drita më drejtonte. Teksa eca, fillova të shihja më shumë shenja rreth meje. Një pemë që shkëlqente ndryshe nga të tjerat, një erë e butë që më shtynte kur nguroja. Një ndjesi e brendshme që ndizde zjarrin në gjoks sa herë që merrja drejtimin e duhur. Ishte sikur qielli vet kishte hapur një rrugë për mua. Nuk ndihesha më vetëm. Kisha një udhëtim për të përmbushur dhe çdo hapi imi ishte tashmë një përgjigje ndaj thirrjes hyjnore që më kishte zgjedhur. Ndërsa ecja nëpër natë I ndjekur nga ato gjurmë drite që më udhëhiqnin si yje të rënë mbi tokë, fillova të ndjej një ndryshim të thellë brenda vetes. Nuk ishte më vetëm një zjarr hyjnor që digjej në gjoksin tim. Ishte një zë I butë, I qartë, I pranishëm. Nuk vinte nga jashtë, vinte nga brenda meje, sikur hyi vetë kishte gjetur streh në shpirtin tim. Mos u kthe, më tha zëri. Rruga jote sapo ka nisur. Ndalova për një çast, I befasuar nga qartësia e fjalëve. Nuk ishin mendimet e mia, nuk ishin kujtime. Ishte një prani që më fliste me autoritet dhe ngroftësi njëkohësisht. Ndjeva duart të më dridheshin. O Zot, më je brenda? Po shpërita.
dhe zëri u përgjigj. Unë jam me ty. Fjalët më mbështollën me një paqe të thellë, një paqe që më bëri të kuptoj pse errësira nuk më kishte thyer, pse hija ishte shpërndar, pse engjëlli më ishte shfaqur. Nuk isha thjesht i zgjedhur, isha mbartësh një zëri të shenjtë. Teksa ecja më tej, çdo hap dukej më i sigurt. Nuk e dija se ku po shkoja, por e dija se nuk kisha pse të dija. Ai që fliste brenda meje e dinte. Dhe kjo mjaftonte. Rruga më çoi drejt një lugine të thellë, të mbuluar nga mjegulla. Ishte hera e parë që ndihesha i pasigurt që prej betejës me hijen. Drita që ndiqja ishte bërë më e zbehtë, më e butë, sikur po më linte të vendosja vetë. Zëri brenda meje mbeti i pranishëm, por kësaj here nuk më drejtonte me fjalë. Thjesht ndihej, si një frymë që mbante ekuilibrin tim. Kur zbrita në fund të luginës, pash një shkëmbë të lartë. Aq të errët sa dukej sikur gëlltiste gjithë dritën përreth. Një pjesë e zemrës sime u drodh. Ishte vendi ku duhej të shkoja. E dija edhe pse nuk e kuptuja pse. Dhe atëherë, zëri brenda meje tha një fjali që më ngriti një të ftohtë në shtyllën kurrizore. Këtu do të dëgjosh thirrjen që të bën të vërtet. Lugina u mbush me një heshtje të rëndë. Era ndaloi krejt. Edhe barit ju duk sikur nuk lëviste. Unë e vendosa dorën mbi gjoks, mbi vendin ku ndjeja zjarrin hynor. Ai pulsoi ngadalë, sikur po më jepte kurajo. Nisur drejt shkëmbit, e dija se kjo nuk ishte thjesht një provë tjetër. Ishte pika ku do të kuptoja pse Zoti më kishte zgjedhur dhe pse errësira kishte dashur të më ndalte para se të mbërrija këtu.